Rubrikën Këndi i Familjes dhe sot do të flasim për fruthin që në fakt edhe ka qenë edhe një postim i fundit nga ana e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, ku kanë treguar që në këto 3 muajt e parë të këtij viti, janar, shkurt, mars, ka raste pak më të shpesha të cilat janë paraqitur me fruth. Mirë po e dimë edhe që vaksinimi kundër fruthit është shumë i rëndësishëm për fëmijët. Tani më vetë edhe disa prej tyre e kanë kohën. Mirë po sa është i rrezikshëm fruthi? Kush ndoshta si mund të shpërndahet? Gjitha këto do t'i diskutojmë bashkë me mjekun familjar Rushit Ismailin, të cilin sot e kemi këtu në studio. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë që keni ardhur. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Atëherë, çka është fruthi? Është e zakonshme? Zakonisht duhet të gjitha përjetojmë një herë në jetë fruthin, sepse duke u bazuar në disa mite të cilat i kemi dëgjuar, nuk ka person që nuk e ka lënë fruthin një herë. Është me të vërtetë kështu apo jo? Fruthi ka qenë i zakonshëm, nuk është dashur që të përsëritet. Ka qenë storje, tregimi në nënave tona që në qoftë se fëmia nuk e ka kaluar fruthin, nuk e ka kaluar kollën e keq, nuk i fëmijë, sepse ka pasur një logjik në këtë tregim, ka qenë sundje aq e rëndë sa ka marrë jetë. Edhe në qoftë se flasim për fruthin, gjithmonë do ta shikojmë në këtë këndvështrim. Pastaj kohët kanë ndrruar shumë dhe ka qenë një periudhë gjatë në Kosovë kur nuk kemi pasur raste të fruthit. Unë kam punuar vite të tëra si mjek, edhe nuk është se kam pasur ndonjë rast me fruth. Kur papritëm u shfaq prap, dhe tash del Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik që thotë se ka raste të fruthit. Në fakt është një virusi i fruthit, i cili dallon nga viruset e tjerë. Do ta bëjmë më njëherë dallimin nga virusi i influencës, nga viruset që shkaktojnë infeksionet e rrugëve të sipërme të frymarrjes, që zakonisht janë të thjeshta, janë shumë kalimtare, trajtohen shumë thjesht, nuk lën pasoja. Kur është fjala për fruthin, atëherë do ta marrë me shumë seriozitet se mund të shkaktoj pasoja të rënda për fëmijën, edhe ka pas raste që ka shkaktuar dhe vdekjen, në të kaluarën flas. Po, nuk ndodh më kjo, ndoshta për shkak të vaksinimit që po bëhet me kohë? Pikërisht, nëse duhet të dalim që tani tek vaksinimi, është mënyra më e mirë për ta parandaluar shfaqjen e fruthit. Thashë vitet e tëra nuk kemi pasur fruth. Si mjek i ri, nuk kam pasur ndonjë rast, ose s'paku, ndonjë mjek tjetër të thotë që ky fëmijë është me fruth, edhe po trajtohet për fruth. Për shkak se të paktën vaksinimi në Kosovë ka qenë shumë i mirë, mbolishmëria me vaksina, ku do qoftë në Kosovë ka qenë e jashtëzakonshme. Kjo ka bërë që pastaj të mos shfaqet fruthi, ndoshta shfaqet ndonjë formë shumë e lehtë. Mirë po, jo ato format klasike të fruthit, i cili është një gjendje goxha dramatike, fëmija shumë i smur, fillimisht ka një kollitje, ka shkurje të hundëve, ka ato simptomat të cilit i ka çdo virus, edhe ndoshta nuk e dallojmë fort nga një virus tjetër. Mirë po, vazhdon pastaj ajo faza e skuqjes. Nga ato virusat e tjera të zakonshme. Pra, ka edhe në trup, ndoshta shenjat të cilat munden me mbet? Pikërisht, domethënë nëse fazën e parë ka shenjat e zakonshme të një virusi, vjen faza e dytë kur shfaqet, ne i themi egzantem në termin shkencor, por është një skuqje, janë disa puqra, të cilat shfaqen nëpër krejt trupin, edhe pastaj mbas një kohë këto heqen, mirë po tek disa fëmijë lënë pasoja shumë të rënda, shkaktojnë shumë komplikime. E thashë mund të shkaktojnë edhe vdekje. Mirë po, ne shpresojmë që nuk do të kemi raste të tilla, për fat që vaksinimi ka qenë prezent në Kosovë, edhe kjo pastaj bën që të mbrohen edhe të tjerët që nuk janë vaksinuar. Kjo nuk do të thotë as pak që ne duhet ta refuzojmë marrjen e vaksinës kundër fruthit, duke shpresuar që të tjerët po vaksinohen edhe të mos e vaksinojnë fëmijën tim. Po doktor, ju treguat që këto kohëve të fundit, pra edhe sipas njoftimit të IKSHPK-s, ka raste me fruth, ndërkohë që janë vaksinuar. Ka një kohë gjatë që në Kosovë është vaksina kundër fruthit. Por pse këto raste të reja? Ndoshta janë raste që vetë prindrit nuk kanë dëshiruar që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre, dhe ndoshta pikërisht janë ata të cilët vetë se kanë më të shprehur këtë? Apo cilat janë arsyet? Pikërisht kjo është arsye, nuk mund të ketë arsye tjetër, sepse tash në vitet të tëra kemi pasur fruth, domethënë që të gjithë kanë qenë të vaksinuar. Tani shfaqet fruthi pa pritur. Edhe në qoftë se përpara ka pasur ndonjë formë të frutit, kanë qenë forma shumë të lehta, jo forma tipike. Mirë po tash, në qoftë se pa pritur kemi forma të frutit, e të cilat janë të konfirmuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, janë pikërisht të fëmijëve të cilët prindërit nuk kanë dashur t'i vaksinojnë. Edhe tash janë arsye të ndryshme pse
pse erdhe ky mendim që të mos e vaksinojmë fëmijën, të them të drejtën, përpara ka qenë disi e mirëqenë që të vaksinohet çdo fëmijë. Është mënyra më e mirë për të parandaluar sëmundjet, edhe është fat i madh që ka vaksina, sepse është më mirë që të dalësh përpara të keqes sesa të merresh me pasojat e atij infeksioni së preventiva është shumë e mirë. Preventiva. Por pse nuk është obligative? Në këto raste kur rrezikshmëria mundet me qenë e lartë, pra ndoshta nëse fruti nuk trajtohet me kohë edhe siç duhet, madje ndoshta mund të përfundojë edhe me fatalitet, pse nuk është obligative kjo vaksinë? Në fakt... Apo është obligative, unë nuk e di. Pyetje interesante, në fakt përpara ka qenë vaksinat obligative, tash ndoshta ka ndryshuar pak qëndrimin në aspektin që ti tregon për pasojat që mund të ketë, edhe në fakt prindërit nënshkruan që nuk dojnë ta marrin vaksinën, mirë po ne si profesionist shëndetësor shpjegojmë të gjitha pasojat që ka mos marrja e një vaksine specifike. Në këtë rast ka situata kur prindërit kanë refuzuar që të marrin çdo lloj vaksine. Ndoshta kanë dalur teori të ndryshme, ndoshta dikush ka ide të ndryshme për shëndetin e fëmijës, nuk e di se kanë ardhur disa teori që jo është më mirë të mos vaksinohet fëmija, ose në rastin e fruthit kanë dalur pastaj edhe ato teoritë konspirative që kanë lidhur me autizmin, për fat të keq dalin shkrime, edhe pastaj njerëzit kanë frikë, kuptoj frikën e njerëzve sepse autizmi është një gjendje goxha e rëndë për fëmijën edhe për prindin. Nuk e shkakton e vaksina, apo jo? As pak, pastaj kanë dalur sa ulëmtime që kanë hedhur poshtë këtë teori konspirative që vaksina e fruthit shkakton autizëm, po nëse dikush ka hedhur një gur, pastaj ai shkakton shumë turbullira dhe njerëz janë të prirur që të marrin gjërat negative, edhe kjo ka nxitur tek frikrat e tyre që pastaj të hezitojnë që t'i japin pikërisht këtë vaksinë fëmijëve të tyre, që në fakt nuk është vetëm një vaksinë, se përveç frutit, është edhe rubella aty, është edhe parotiti, pra kjo vaksini përfshin në këto sëmundje tjera, cilat mund të mbrojnë. Edhe qepet në vitin e parë të jetës, edhe tani është interesante sepse në vitet tëra s'kemi pasur shyta, s'kemi pasur parotit, edhe unë praktikën time pa pritur e shoh një fëmijë me parotit, edhe kjo të pastaj më njëherë lidh me atë që nuk e ka marrë këtë vaksinë trivalente, që edhe ka dhe frutin edhe rubellën dhe parotitin. Mirë po, më shumë është lidhur me çështjen e frutit, arsyeja pse njerëzit kanë pasur frikë që ta marrin pikërisht këtë vaksinë edhe me atë se shkakton autizëm. Mirë po, unë do ta sqaroj edhe një fakt që autizmi vrehet shumë herët, dhe më thonë në kohën kur fëmija buzëqesh, në natë e di që i përgjigjen, fjallës e prindit, kthejnë shikimin nga ta, edhe kjo ndodhe dhe në muajt e partë jetës, kështu që autizmi dihet që në fillim. E kur merret kjo vaksinë, në çfarë moshe? Vaksina merret në fund të vitit të jetës, kështu që një farë mënyre, ndoshta tek ne është ajo kultura që ta ndërlidhin problemin e lindur me një problem të fituar. Jo ndoshta keni dëgjuar që nuk i pranojmë shumë shpesh ato të cilat janë të lindura, më shumë jemi të prirur që ndoshta vetë koha e ka bërë të tillë. Ta zëm edhe fëmijët që kanë ngecje në zhvillim, gjithmonë e lidhen ka pasur temperaturë apo me epilepsi, sepse tek ne ekziston një stigmë e madhe që dikush është i lindur me atë problem, pastaj thonë e tërë familja ka këtë problem, që jo gjithmonë ka të bëjë me trashëgimin, por ndoshta kjo është arsyeja pastaj që thonë që ka të bëjë me autizmin. Ju tregua që para se të merret kjo vaksinë, zakonisht prindërve ju tregoni gjitha efektet anësore të cilat mund të vinë nëse nuk e marrin vaksinën. Mirë po, vaksinat nganjëherë kanë efekte anësore edhe kur ti marrin. Cilat janë, sa është e sigurt ajo, çfarë u tregoni prindërve në këto raste? Edhe ato tregojmë që mund të ketë edhe efekte anësore marrja e vaksinës. Në këtë rast, në shumicën e rasteve nuk kemi ndonjë efekt ansor të rëndësishëm. Shumica janë dhimbje të krahut, mund të ketë temperaturë,
Mirë po, në këto situata ne ju këshillojmë që të marrim paracetamol. Kështu ashtu si të japim vaksinat, ne japim edhe paracetamol kundër dhimbjes, edhe nëse ka skuqje atëherë e vë një leckë të ftoftë në vendin ku është edhe vaksina janë tepër të rralla, komplikimet serioze të vaksinave janë aq të rralla sa që nuk e vlen që të përmenden edhe që të friksohen prindrit. Për fat të mirë, përpara nuk e kanë pasur këtë frikë. Për fatë mirë, ne tash kemi fëmijë të shëndetshëm që s'kan poliomelit, që s'kan koll të keq, që s'kan hepatit, tash ka shtuar numri vaksinave që kanë bërë mrekulli në shëndetin e fëmijëve, për shembull rotavirusi. E dim sa paraqitjet kanë qenë, vetëm sa dehidrimet kanë ndodhur tek fëmijët. Tani e marrë vaksinën, edhe ne jemi të qetë që ata nuk do të kemë vjelli paraqitje gjatë sezonave kur sidomos rotavirusi është shumë prezent. Për lidhje me këtë dhe me vaksinën e frutit, unë personalisht kur prindrit vinë edhe kanë për të marrë një vaksinë, qoftë edhe këtë të frutit, ndalëm të jap më shumë shpjegime, i them që është plotësisht e sigurt kjo vaksinë. Prandaj unë bëj thirrje të shikuesit e këtij mediumi që ta heqim frikën nga çdo lloj vaksine. Po edhe nga vaksina e frutit, unë personalisht i marrë gjitha llojet e vaksinave. Unë marrë vaksinën kundër influencës, kundër gripit sezonal. Unë marrë vaksinën kundër pneumokokut. I ka marrë gjitha vaksinat, prandaj edhe një farë mënyrë vetëria dhe profesionistëve shëndetësor që të marrin vaksina, sepse ne jemi në kontakt direkt me njerëz që kanë shumë infeksione dhe mënyra më mirë është që të mbrohemi përmes vaksinës. Në fakt mendoj që jemi me fat gjithë që jetojmë në një epokë që vaksinat tashmë vetë si kemi prezente, edhe nuk i kuptoj fare prindit cilët vendosin që fëmijën e tyre mos ta vaksinojnë, por gjithsesi është vendimi tyre. Mirë po në rast që disa prindër vetë si kanë vaksinuar fëmijët e tyre dhe tani janë në kopsht bashkë me një fëmijë që nuk është vaksinuar. Është mundësia që të përhapet dhe të kaloj ky virus edhe tek fëmia që tashmë vetë është i vaksinuar, mund të ketë efekte tek ai pasoja? Si të them, mbrojtja është shumë e madhe, nuk di çfarë shembull të marr. A rrezikon edhe komunitetin, e ka fjalën një person që nuk është i vaksinuar? Rrezikon të tjerët, patjetër, por një fëmijë i cili është i vaksinuar e ka një rrethojë shumë të madhe përreth vetes, kështu që mundësia që virusi i frutit të depërtoj tek ai është shumë e vogël. Edhe po të depërtoj, ai ka një ushtri mbrojtëse e cila pastaj e shkatërron këtë virus. Kështu që një fëmijë i vaksinuar është goxha i sigurt në një ambient me fëmijë tjerë që janë të pavaksinuar. Mirë po, ata që janë të vaksinuar pastaj janë shumë të rrezikuar, sepse virusi i frutit përhapet shumë shpejt. Në çfarë lloj forma mund të përhapet? Me kollitje, domethënë edhe me anë të prekjes, po kryesisht janë rrugët respiratore. Domethënë të gjitha ato mënyra me cilët përhapet edhe virusi i gripit, edhe këto viruset e zakonshëm të ftofjes, përhapet edhe virusi i frutit. Mirë po, përhapja është shumë më shpejt. Domethënë është më nxitës se sa të tjerë. Të tjerë i duhet një numër shumë i madh i virusëve për të përhapur të tjerë, virusit i duhet të gripit më pak. Domethënë, dikon periudhën e inkubacionit e ka deri në 8 ditë, mund të jetë edhe më shkurtër, po pastaj e shohëm që të tjetri, sidomos ata që nuk janë të vaksinuar, do të shfaqin simptomat e para, me kollitje, me shkorje të hundërshme, skuqje të syve, e pastaj vjen faza e shfaqjes skuqjes në tërë trupin. Po, e qartë. Ndërkohë, doktor, cilë fëmijë mundet me qenë të liruar nga kjo vaksinë? Pra, përpos vendimeve të prindërve, por ndoshta një fëmijë ka arritur vetë moshën që do të marrë dozën e parë të vaksinës dhe në çfarë lloj rastesh ai mundet që ta kaloj pa marrë vaksinën? Si të them, që të gjithë fëmijët do të vaksinohen. Edhe nëse janë aktualisht me ndonjë virus tjetër të shoqëruar, apo edhe ka ndonjë problematik tjetër shëndetësore? Nëse ka një virus tjetër, ne presim 2-3 ditë derisa të kalojë virusi, një javë. Tani ne kemi kontaktet me familjarët e themi që jeni pas një jave. Mirë po, nuk ka asnjë arsye të vetme që të mos merret virusi i frutit. Në qoftë se flasëm për virus tjerë, për shembull për virusin e influencës, në qoftë se dikush, një fëmijë ka imunitet të zvogëluar, është arsye më shumë që të jepet vaksina, jo që të mos i jepet. Kështu që, domethënë, të jemi të qartë në këtë gjë, nuk ka ndonjë arsye që të mos merret virusi i frutit.
Në qofë se kalon ajo periudhë, pra ideale për të marrë këtë vaksin, edhe prindrit më pas pendohen që nuk e kam vaksinuar fëmijën e tyre, deri në çfarë moshe mund ta marrin atë vaksinë? Ne themi jeni të mirëseardhur kur do që të vinë. Edhe në një moshë madhore, në qofë se fëmiu rritet dhe është i kashën vendos vetë për Po vetën. patjetër në qoftë se nuk e ka marrë. Nuk ka ndonjë komplikacion apo? Jo, nuk ka ndonjë komplikim, thjesht supozohet që ai mund ta ketë kaluar virusin, mund ta ketë kaluar fruthin, sepse në një farë mënyre, përpara kur s'ka pasur vaksin, disa pak a shumë që të gjithë janë infektuar, po disa kanë krijuar imunitet edhe kanë kaluar, mirë po tash ka dhe teste për të vërtetuar se ka apo nuk e ka, mirë po nuk ka ndonjë dëm nëse marr vaksinën e frutit. Doktor, nuk e di nëse e mbani mend para disa viteve, ka qenë një rast që në një moshë shumë madhore, 20 ndoshta ose 50 vjeç ka qenë me froth edhe ka pas ndru jetë. Pra më vonë është konstatuar kjo që ka qenë me froth pasi që në familji nuk e ka kaluar këtë sëmundje. Sa mundet me qenë këto të shpeshta, edhe sa është e vërtetë që në moshën më madhore e ke më të vështirë që ta kalosh ose ndoshta komplikimet i ke edhe më të rënda? Po tani janë të moshme që të gjitha, prandaj ne po bëjmë përpjekjen maksimale që të nxisim njerëzit që të marrin vaksinën, sepse pikërisht kjo është arsye pse japim vaksinën, që të prevenohen komplikimet, se nëse flasim për trajtimin, nuk e di a falon për këtë pjesë të trajtimit, nuk ka trajtim specifik. Kjo është atë arsye pse ne duhet të vaksinohemi. Nuk ka ndonjë terapi që në mënyrë të veçantë e shkatërron virusin e frutit, ashtu siç ka antibiotik për bakteria. Po çfarë u thoni pacientëve të cilët janë duke kalu këtë lloj fazë edhe si thoni që ta trajtojnë në kushte shtëpie, thjesht duke pirë ndonjë çaj apo cila është? Po, se është me virus të frutit, ajo që mund të bëjmë është që ta marrim situatën me qetësi edhe ta trajtojmë në mënyrë siç e trajtojmë çdo virus tjetër. Domethënë japim, i themi që të pinë çaj, ujë, supë, të pinë paracetamol në rast të temperaturës, të qëndrojnë në shtëpi. Shpresoj që të mos kenë komplikime, se nëse kanë komplikime, atëherë ne i referojmë në spital, në klinikët e infektives që të merren pastaj me këto situata, të cilët mund të jenë edhe shumë dramatike. Kështu që unë shpresoj që të mos kemi raste të tjera të pacientëve që janë me froth. Kemi dëgjuar për disa raste sporadike, domethënë aty, po jo të shumta. Ne akome nuk kemi në qendër kryesore të mjekësisë familjare ndonjë rast që është raportuar me froth, mirë po është situata që edhe ata që janë vaksinuar të vaksinohen tani. Po, mirë po doktor, një mesazh për gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur tani edhe në lidhje me atë se që diskutuam edhe për mitet që kjo vaksinë edhe mund të shkaktoj, pra janë disa teori konspirative që autizmi mund të shkaktohet nga kjo vaksinë. A kemi ende raste të shumta të cilët mendojnë ngjashëm, apo ndoshta kohëve të fundit ka ndryshuar kjo dhe prindrit po lexojnë vazhdimisht? Sa janë të shpeshta këto raste? Po shkon duke u bërë më keq apo për mirësim? Atëherë si ta mund ta përmbledh këtë? Mund të them që vaksina është mrekulli. Të thashë që ka pasur vaksina, numri tyre po shtohet. Në fakt ka akoma vaksina që jepen në botë, edhe në Kosovë nuk e kemi prezent atë vaksinë. Kështu që shpresoj që në vitet që vinë ne do të kemi edhe vaksinat e tjera. Është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga një sëmundje. Nëse flasim për autizmin, unë mund të sjell 2 raste që janë të njohura në Kosovë, që kanë autizëm dhe që se kanë marrë vaksinën e frutit. Kështu që nuk ka kurrë lidhshmërie në mes autizmit. Një shembull shumë i mirë në fakt që treguat, që nuk janë fare në lidhje me njëri tjetrën. Unë prapë kam dyshimin se jo çdo prind është i bindur se virusi i frutit nuk shkakton autizëm, sepse është vështirë të shërënjosësh nga mendja njerëzve një informacion të gabuar. Mirë po jam shumë i sigurt që shumica e prindërve, shumica e pacientëve, shumica e familjarëve që bisedoj me ta e dinë që nuk ka kurrë lidhshmërie mes të vaksinës të frutit edhe autizmit dhe i kanë vaksinuar fëmijët e tyre, janë të gatshëm që të vaksinojnë fëmijët e tyre. Prandaj përdori këtë medium që t'ju bëj një mesazh që të gjithë prindërve që në rast se nuk kanë vaksinuar fëmijët e tyre me vaksinën e frutit, ta bëjnë sa më parë, sepse është
në dobit e fëmijëve është që ata të rriten të shëndetshëm, që të kenë një start të shëndetshëm të jetës së tyre. Po. Disa prindër në fakt thonë që unë e di më së miri se që është më e mira për fëmijën tim, mirë po në këtë rast ju lutem lëreni në dorën e profesionistëve shëndetësor sepse këta e dinë më mirë se ne. Andaj faleminderit shumë që sot ishit pjesë e programit mëngjesit, faleminderit shumë që i përcjell këto mesazhe. Ne e dim që në fakt edhe këtë vit, në fakt që nga viti i kaluar ka filluar që të aplikohet edhe vaksinimi, ju e përmendët edhe kundër papillomavirusit, madje edhe sëmundjeve të ndryshme të cilat nga jashqitjet të cilat kanë qenë shumë të mëdha, më pas ka ardhur deri tek dehidrimi, të mos themi deri tek fataliteti, kështu që shumë mirë jemi me fat që i kemi këto vaksina, edhe duhet me të vërtetë t'i marrim me seriozitet gjitha këto mesazhet e profesionistëve shëndetësor, t'i vaksinojmë me qenë se i kemi vaksinat këto. Faleminderit doktor shumë. Kënaqësi që të pata këtu në studio. Ditë mbar. Faleminderit gjithashtu dhe juve. Ne shikues tani vazhdojmë me një material dhe e dini që dje ka